Jemi në vendngjarje ke gjykata Apelit, ku aktualisht janë drejtuesit e policisë në ngjarje dhe është një ngjarje e rëndë. Gjyqtarja Asrit Kalaja ka mbetur i plagosur dhe po lufton me jetën brenda ambienteve të gjykatës Apelit. Forcat shumë të policie kanë vënë ngjarje aktualisht dhe nuk lejohet afrimi i asnjë qytetari, ndërsa është bllokuar i gjithë bulevardi dhe rruga lëvizja nga shkolla Ismail Qemali drejt kryqëzimit të rrugës Elbasanit. Po të shikoni, aktualisht janë forcat e policisë të uniformuar të njësisë Shqiponia, të drejtues të krimeve të rënda, ndërsa pritet të vinë dhe makina tjera policie, siç e shikoni. Ndërsa qytetarët interesuar tentojnë të afrohen, ndërsa policia i largon nga vendi i ngjarjes. Shikoni vendngjarje dhe efektiv të policisë rrugore dhe mbetet aktualisht e paqartë se cila është dinamika e kësaj ngjarje të rëndë, ku paraprakisht thuhet se një gjyqtar i gjykatës Apelit është qelluar në ambientet e gjykatës. Se çfarë ka ndodhur më konkretisht ende nuk është e qartë situata, ndërkohë nga ana tjetër po të shikoni, është bllokuar i gjithë bulevardi, ndërsa lejohet kalimi qytetarëve vetëm në trotuar. Qytetarë të cilët është pak e paqartë situata, kthehen nga vendi i ngjarjes. Domethënë ende nuk është vendosur shëriti i saktë dhe i qartë për të lejuar ose jo kalimin e qytetarëve. Ja, shikoni në këtë rast, është punonjës i policisë i cili i kthen të gjithë qytetarët nga vendi i ngjarjes. Të lutem më ndiq pak. Janë drejtues policie të cilët janë afruar tek makina. Nga ana tjetër në vendngjarje është bllokuar rruga e vendos shirit në të dy këndet e gjykatës Apelit aktualisht. Ja, një makinë tjetër po vjen në vendin e ngjarjes. Ajo që ne nuk arrim do të kuptojmë është dinamika, të paktën paraprakisht dinamika e kësaj ngjarje të rëndë. Shumë lëvizje në ambientet e jashtme, një zonjë që afrohet drejtuesve të policisë dhe futet brenda ambienteve të gjykatës, por e paqartë se çfarë ka ndodhur brenda. Ndërkohë nga ana tjetër janë sirena të shumta të policisë, të ambulancës, të makinave të uniformuara që duan t'i afrohen vendit të ngjarjes. Ndërkohë është në vendngjarje dhe zëdhënësi i drejtërisë përgjithshme të policisë Genti Mullaj, i cili po tenton të marrë informacion se çfarë ka ndodhur dhe cila është gjendja e gjyqtarit Asrit Kalaja. Stop.